Përshëndetje, sot jemi me autorin shumë të njohur për lexuesin shqiptar Viktor Canosinaj dhe për herë të parë do të lançojmë librin e tij të ri në librari Leximtari. Libri titullohet Pyll gështenjash të krimbura dhe është një libër për të rritur. Pra, ndryshe nga librat për fëmijë që jam shumë e sigurt se shumë prej nesh janë rritur duke i lexuar ata, ky është një libër për të rritur si shumë të tjerë sigurisht. Bashkë me autorin do të donim që të nxisnim pak kurreshjen time gjithashtu si një lexuese e rregullt e tij, por edhe tuajen. Nëse është e mundur të na flisni pak për librin tuaj të ri, sepse jam shumë e sigurt që të gjithë lexuesit janë kurreshtar dhe po presin me padurim për ta marrë, duke u nisur dhe nga fakti i librit tuaj të fundit, Pandashmërisht me Yll, që ishte një libër që lexuesit tuaj të vjetër e pritën shumë të etur dhe me padurim, që një pritje për një kohë shumë të gjatë prej nesh si lexues. Si mendoni se do të pritet ky libër tani? Më vjen keq që unë duhet ta filloj këtë bisedë në mënyrë komerciale, po dua t'i siguroj lexuesit e mi, sidomos insistoj te ata lexues që nuk kanë lexuar, nuk kanë pasur rastin të lexojnë ndonjë libër për të rritur, që nuk do të zgjënjejnë. Është një nga librat më serioz dhe më të bukur të jetës time artistike, i cili ka qëndruar për brenda meje për shumë vite me radhë, duke u menduar, duke u përpunuar, dhe pastaj edhe një 4 vjeçar tjetër në sirtar, duke e parë, duke riparë, duke qëndisur gjëra të vogla, dhe për nga tematika që ka libri, unë mendoj që ai i përket të gjithë shoqërisë shqiptare, të gjitha shtresave shoqërisë shqiptare, sepse kap një diapazon të gjerë të kësaj shoqërie, problematikat e saj, problemet morale që ka shoqëria jonë sot, krizën familjare, shoqërore që po kalon kjo shoqërisë, sidomos në këtë periudhë të zgjatur tranzicioni. Është një libër që përpiqet të zbuloj plagë të thella të shoqërisë shqiptare, që nisin që me periudhën e komunizmit dhe pastaj vazhdojnë, transferohen, si me thënë, në periudhën postkomuniste, në këtë periudhë tranzicioni. Dhe shoqëria në vend të vinte drejt një përparimi, drejt një emancipimi, drejt një çlirimi, dhe një epoke të re, demokratike, ka marrë në shumë raste me vete këto meta, këto vese të një shoqërie nga cila jemi ndarë tani për 3 dekadash e gjysmë, por që për fat keq mbetemi ende në një fazë tranzicione. Romani ka edhe 2 aspekte të tjera përveç këtij, vardhënien e shkrimtarit me letërsinë dhe me librat e vet, dhe dyta që është pjesë thelbësore e librit, është një histori dashurie mes një mësuesi fshati dhe një mjeke e fshatit. Dashuri që ndërpritet për fat të keq në mënyrë të dhunshme, dhe jam përpjekur të shpjegoj në libër që me ata njerëz që kam biseduar ma kanë mbështetur si ide që dashuritë e mëdha të ndërprera në mënyrë të dhunshme pas shumë vitesh kur këta dy njerëz që janë dashur ribashkohen prapë, nuk funksionojnë më. Nuk funksionojnë më. Dhe gjithsecili paraqiste ato mendimet e veta, ata njerëz që unë kam biseduar, dhe shumë për tyre gjuanin shenjë, domethënë, i jepnin rrethanat e vërteta pse ndodh kjo gjë, që fatin e cilës e kanë edhe dy personazhet e librit. Dua me këtë rast të përshëndes dhe t'ju them se ky libër është një omazh për të gjithë ata breza mësuesish, agronomësh, veterinerësh, njerëz të sferës bujqësi, blegtorie apo inxhinier, mjek, cilën ka punuar në veri në zona të thella malore e gjatë periudhës komunizmit. Si puna ime?
Sa herë që kam rastin të diskutoj me ju në promovimet e librave tuaj, gjithmonë më tërheq shumë vëmendje fakti se librat tuaj kanë qëndruar për një kohë të gjatë ose të shkurtër në sirtar dhe ndonjëherë më kujtoni edhe traktatet e autorëve antik të cilët thonë që një libër, një vepër e mirë duhet të mbahet të paktën 9 vite dhe ju më jepni këtë lloj ideje, pra jam shumë e sigurt që ju mundoheni që t'i jepni lexuesit një vepër jo vetëm shumë të bukur, por dhe shumë e vlerë nga ana estetike, qoftë edhe nga historia që ajo përmban. Duke u nisur edhe nga diskutimi i fundit që kemi patur bashkë, ju pyetëm pak për një skenë tek Merylli dhe na tha që kjo skenë ka qenë në kujtesën time sepse e kam parë kur kam qenë dikur i ri diçka të tillë. Po me këtë libër, a ka raste ku keni kapur në një histori që ka qenë ngjarje reale apo thjesht keni dashur të tregoni në mënyrë të përgjithshme historinë e shumë shqiptarëve, duke qenë se tha se keni pasur edhe shumë biseda me njerëz të tillë? Shiko, e vërteta e një romani është që ai duhet jetë, le të themi, 90% trillim artistik. Po. Dhe ato 10% që elementeve reale që mund ta ketë, do ta ketë shumë të kamufluar, shumë të nënveshëm që lexuesit mos e kuptojë që ka të bëjë me ngjarje të vërteta, njerëz vërtetë kështu me radhë. Trillimi artistik është ai që e ndan letërsinë e vërtetë nga letërsia, nga reportazhi, nga të gjitha këto. Kështu që natyrisht aty mund të ketë edhe ka elemente nga jeta ime personale, ku kam qenë mësues fshati, por insistoj që 90% e tij është trillim artistik. Po, jam shumë e sigurt duke njohur edhe penën tuaj ndër vitesh, jam shumë e sigurt për këtë. Si mendon? Sa për atë që thatë për mbajtje në sirtar, unë ka qenë një periudhë në jetën time që ngutesha botorin. Po. Pastaj me keq ardhi vija re që mas vitesh që te librat kishte gjëra për të rregulluar, për të përmirësuar. Dhe në kalimin e moshës kuptova që libri e pakta do të rrinte 3 vjet nëse ta pa u botuar, që sepse me kalimin e kohës ti shikon se çfarë ndodh, je më në distancë, je më i ftohtë emocionalisht dhe ti shikon dhe kupton ku çalon, ka zgjatje, ka gjëra që duhen rregulluar, sidomos këto zgjatjet e panevojshme që i kam shumë siklet, nuk i duroj dot. Po ka ikur kjo lloj kohe, kështu mendoj edhe unë. Kemi mjaft autorë të tillë qoftë me Balzacun edhe Hugoin, por si mendoni ju se do ta presin lexuesit e rinj këtë libër, sepse ju keni prekur një temë që moshës suaj, ndoshta pak më të ndenjë ose pak më të vegjël se ju, u dhemb le të themi. Ndërsa ne brezi i ri kemi dhe pak jo shumë informim rreth këtyre çështjeve, pikërisht dhe po jo, kjo nuk përbën problem sepse një i ri sot që qofse lexon Hugoin, Balzacun që përmendë, apo autor të tjerë që sot nuk jetojnë më, dhe i shijon, tregon që epoka, ngjarjet që s'kan lidhje me ty, por me ato epokë, qofse ti i pasion artistikisht, nuk ka më problem e njeh apo se njeh, ka ndodhur apo s'ka ndodhur. Ajo varet tani se sa bukur e ka treguar autori periudhën. Kështu që unë mendoj se është një libër për gjitha moshat, duke filluar që nga mosha e fakultetit për studentët dhe deri në moshën më të pjekur kur njeriu arrin një fazë të jetës le ta quajmë të pjekurisë. Unë jam i bindur që lexuesit e mi nuk do të mbraktisin edhe këtë herë, përkundrazi, do ta kenë mbështetjen e tyre sepse gjëja kryesore në jetën e një shkrimtari është mbështetja e lexuesve. Unë jam shumë e sigurt që ne lexuesit kemi për të marrë jo vetëm kënaqësinë estetike gjatë leximit të një libri, por kemi edhe shumë për të mësuar prej tij. Mendoj që është një periudhë që ja vlen të mësohet për të, sepse për shkak të mos informimit ose për shkak të mos leximit të shumë
librave brezilien, nuk i di shumë gjëra, nuk i njeh shumë gjëra. Kështu që e mira do ishte që të lexoj edhe nga kjo moshë, për të kuptuar se pse ne jemi sot këtu ku jemi. Kjo është lidhja që unë insistoj me të madhe, që ajo që ndodhi dje na shoqëron edhe sot. Dhe që mos të ndodhi më nesër. Mos ndodhi më nesër. Jemi viktima sot të asaj që ndodhi atëherë. Se të gjërat janë të lidhura në një shoqëri. Pikërisht. Plagët e një shoqërie janë si ata shpërthimet e vulkanëve, nuk shërojnë kështu pun ditësh, pun muaj, pun vitesh, duan epoka gjata që të rekuperohen. Shumë faleminderit që na bët të prezantim për librin tuaj. Shpresoj që njëherë jam shumë e lumtur që nuk na zbuluat më tepër, sepse duam që ta kemi pa kurreshtin gjatë momentit që ta kemi librin në dorë, dhe ju ftoj që të gjithëve që ta lexoni, sepse jam shumë e sigurt se është një libër që nuk duhet lënë pas dore. Nuk do t'ju zgënjej. Pikërisht, nuk do të na zgënjej. Shumë faleminderit, ishte një kënaqësi. Gjithë mirë. Këtë libër, siç e thash dhe në fillim, mund ta gjeni tek Librari Leximtari në Tirana Ring Center, ose mund ta porositni në rrjetet tona sociale dhe tek faqja jone e webit leximtari.al. Faleminderit.